Bosnia nuk e nje Kosovën shtet, provizioni du të më pagu. Hasani u gëzueni që ai shkret jeton në Carat dhe në Astra. 9.300 euro ja këna mbledh, nuk e di unë ku jeton, në kalut Bekim Jashari. E një Alil Kastrati mëse një përgush. Kjo bisedë që po e dëgjoni është një tentim mashtrimi në emër të bamirësisë. Këtë e ka incizuar imami nga Gjakova, Abdurrahman Bejtullahu. Një person që po prezantohet si hoxh nga Bosnia kërkon paron nga një person në nevojë. Për çka ndodhi? Mashtrimet në emër të bamirësisë në Kosovë, si edhe ndaj personave në nevojë, po vazhdojnë të ndodhin çdo ditë. Një rast i tillë ka prekur së fundmi edhe shoqatën Bereqeti në Gjakovë. Një person që prezantohet si imami me emrin Muhamet Gashi ka telefonuar Hasan Zenunajn, të cilët shoqata Bereqeti po i ndihmon në ndërtimin e një shtëpie. Përmes telefonit, ky person kishte kërkuar nga Zenunaj të paguante shumën prej 550 eurosh si provizion, me arsyetimin se do t'i dërgonte më pas 9.300 euro si donacion për ndërtimin e shtëpisë. Jashtu quajturi imam pretendon të se ndodhej në Sarajevo dhe se provizioni duhet paguar, sepse sipas tij Bosnia nuk e njeh Kosovën si shtet. Madje ai kishte përfshirë në bisedë edhe emrin e Bekim Jasharit. O ti vllai ka lëp 550 euro Hasani shkreti. E themi qënë që ky dosti 2-3-4 euro. Kush jeti? Jo, unë jam imam, unë jam Sarajevo, na e kena mbledh me ndihmu Hasanin. Ti imam në Sarajevo? Po. Hasani u gëzueni që ai shkreti jeton në Carat dhe në Astra. 9.300 euro ja këna mbledh, nuk e di unë ku jeton, në kalut Bekim Jashari. I familjes Jashari ja këna mbledh mjetet. Bosnia nuk e nje Kosovën shtet, provizioni du të më pagu. Bekim Jashari për Dranicës ka thirë ty, ja? Po, se na kem mi shpije. E ti e imama, që janë e shpirt jam? Unë kom emrin Muhammed Kushi? Gashi. Muhammed të një pikjerit vimare, e në Bosnia? Po në Bosnia. Unë kom pashaport suedeze, për 5 saat të shpia vimare, ishka të zënë kumari marë. Ta qoj lokacionin, unë e hajde pra. A ti pse se në ka shumë manipuluz, vlogë, mësë më keq kupto. Që në është e vërtet. Ka manipuluzën e kam Allahun dëshmitare. E ky shkreti buksa mongë në Carat dhe Harren. Unë e kam Allahun atë gjellë dëshmitare. Po ty Allah i trujt, ku gjus po thëmën aty me plët respektin, po tash në kratë mije të anëve i keqe. Mirë bro, vazhdoni ju që është në një gjeja e dili. Ju në e dolim në presim dima, po të sigur, tha kësë ka ku i mërë peshë dhe hëmë t'i ty. Por mos më kone sigur dhe s'ki shathir hiq. Muhammed Gashi në Sarajevo, për mësë një kam ata kolegë dhe Sarajevës për folim më ta ku jetë në Sarajevo? Bashkë Sarajevo, bashkë qashi. Kur nga shoqata e pyetën se si Bekim Jashari e njinte Hasan Zenunaj, ajo përgjigj se nëse nuk e njeh Bekimi, e njeh Halil Kastrati. Shpe, po i telefon bashkimit tine të Jasharve se këta një ko një farë dosje kon. E keni dhondër, a? Bekim Jashari, jo bashkimit, po Bekimit. Bekimin e keni dhondër, a? Jam mik, shok, dashamir, vlla, shka dushe kon. Po Bekimi, ku dimër për këta, kjo minoritet i shkret, janë me të antarë, ku se në gjek të kush? E një Alil Kastrati, mëse një përgush. Kuj bashkim që për foli për t'jama e shpytja. Në momentin ku shoqata deklaroi se do të kontaktonte vetëm me Bekim Jasharin për të verifikuar informacionet, ai ndërpreu telefonatën. Pavarësisht tentimeve të shumta për ta kontaktuar më pas në disa nga numrat e tij, i vet ashtu quajturi imam nuk u përgjigj më. Gazeta Nacionale ka kontaktuar me shoqatën Bereqeti dhe hoxhen Abdurrahman Bejtullahu, i cili ka sqaruar në detaje të gjithë rastin se çfarë ka ndodhur. Ne jemi ty gati me kompletu 2 shtëpi në komunën e Gjakovës, shoqata Bereqeti, bashkëpunim me bamirësa dhe kuvendin komunal. Dhe besim që javën tjetër do të dëgjojmë çelësat. Një shtëpi në qytet, një është në fshatin Novosel. Atje në fshatin Novosel është të komunitetit minoriteteve, janë 11 antarë, ata e punët i kanë shumë keq, kanë jetu dhe në lona dhe në qatra. Ndërkohë ka fini numër që dërgua pak më herët, supozohet që nga Bosnia, Malizi, nuk e diti ku Sarajevo pendron lokacionet. Edhe ka thonë zotnis zotit e shtëpisë, bimi 550 euro për një gjysmë orë do të jap
ofër 5.000 euro. Dhe gjithë një herë të kënë shtëpi, hoq luta me një parë sepse është bamirësh i sigurt, dhe kishte frikë me të regu për kënë bëhet fjallë. Derisa më të regoj, thash nuk është e vërtet, pas të komunikua me to. Më paraqit si imam, edhe pse u shike që është pi dros, zot falem, po tash fjalla imam ka peshë të madhe të popullata jonë, sepse ka dhe besimin e madh, dhe pastaj dikur ta që është bashkëpunues me të nderuarin Bekim Jasharin, pastaj me Lil Kastratin, dhe u pa që është manipulus, dhe pastaj në ndërprejvi, 3-4 përvol të thras prap, por nuk kulem. E pa të dëshim po pak ma të madha, sepse ka dikush nga nevojtarët që bjen prej këtij mashtrimi, që na ka dorë Zoti, na ka rujtë, na ka mbrojtë, inshallah dhe Zoti është i fundit. Për rastin ka reaguar edhe vetë Bekim Jashari përmes një postimit në Facebook. Ai ka bërë të ditur se njëjti person është duke kontaktuar biznese, qytetar, hoxhallar dhe humanist me qëllim kërkimin e parave. Jashari ka apeluar për kujdes duke u kërkuar qytetarëve të mos bien prej këtij mashtrimi të turpshëm. Ai ka shtuar se rastet të tilla duhet të raportohen menjëherë në polici.